Deputetja bosnjake Duda Balje ka reaguar pas deklaratës së mbrëmshme të deputetes së Vetëvendosje, Arbëresh Kryeziu, e cila tentoi ta poshtërojë Baljen, duke thënë se kë mund të mësojë ajo. Deklaratat e Kryeziut vjen pasi Bale ditë më parë ka thënë se i janë ofruar një pozitë të profesoreshës në Shkup, në këmbim të votës së saj për Albulena Haxhiun, kryeparlamentare. Balje kishte thënë se pozita i ishte ofruar nga persona ndërmjetës, në një tentim për ta mohuar se ja kanë bërë këtë ofertë nga lëvizja Vetëvendosje. Kryeziu tha: "Jam shumë kurioztare me ditë çfarë lëndesh kish me dhënë Duda Balje. Jam shumë kurioze me ditë kënë e mëson e kënë kish mund me mësu Duda. Është shumë keq kur dele thush shko se mu më kanë ofruar me u bë profesoresh. I kemi ofruar zonjës Balje që me qenë pjesë e koalicionit. Ajo mund me thonë gjithçka, por nuk është e vërtetë që kryeministri Kurti ka shku dhe i ka bë ofertë të tillë", ka thënë ajo në Kanal 10. Kësaj deklarate i ka reaguar dhe Balje. Dhe tani, si me gjithë ata kolegët që nuk din pothuajse asgjë, por që do donin shumë të dinin, a duhet i shpjegoj një nga një, apo duhet të kërkoj një takim të përbashkët bëj të gjithë? PS kjo duhet të vendoset sa më shpejt të jetë e mundur, sepse është kaq e rëndësishme për mua, se çfarë mendojnë ata, sa nuk mund ta imagjinosh. Mos vet, komplekset e tua të vlerës më të lartë do të shkatrojnë. Arbëresh Kryeziu Hyseni, ka shkruar Balje. Deputetja bosnjake pasi ka deklaruar disa ditë më parë se ishte ofruar posti profesoreshës dhe kishte thënë se ndërmjetësimi ishte bërë nga një mjeke. Po është e vërtet pata disa thirrje prej personave që nuk janë bash direkt të politikës, janë në shoqëri. Unë para disa vitesh kam aplikuar për profesoresh në Maqedoni, edhe kam plotësu krejt kushtet, ama më nuk kam aplikuar. Ama tash më kanë thënë se kam mundësi me diskutu për vendin e punës, si profesoresh. Nëse ju e votoni Albulena Haxhiun, apo, ishte pyetur ajo nga gazetarët. Po, por nuk ka qenë direkte, por është një shoqe, një mjek e Kosovës, disa herë jemi takuar rastësisht. Përgjigjja ime ka qenë jo. Kam refuzuar sepse unë nuk i njoh këta persona dhe vërtet ka qenë e papranueshme. Ka pas 2-3 thirrje, ka thënë ajo.